Mesazhi jam është që nuk është, thash edhe njerë që nuk është e mundur që ta ndojmë se kush e don po vendet më shumë, ne apo ata cilët kanë qëndrojt në vendin e tyre, është që të gjendemi gjithmonë pranë vendlindjes, ta duam edhe diçka. Sot, kur e dërgova djalin tam kopsht, i thash se kam një temë diskutime, edhe është tema se a duam ne më shumë vendin, apo ata të cilët jetojnë atje. Pa hezitim, ai tha që ne duam vendin më shumë, për arsye se diçka që e ki larg ja din më shumë vlerën. Ato edukatorën kopsht, ai folin shqip asë e disht ati i thunis tënë. Mirë, shqip edhe nëse do të aftoj këtu. Pa tjetër që shqip të duke Gjenita, sidomos mënyrën e artikulimit, ndoshta ma përisa so artikulimin shqiptare, edhe vendi im është Kosova, pa marrë parasysh që jam punoj dhe veproj për momentin në një shtet tjetër. Pa tjetër që shqipe të rjetshme, edhe jam shumë e lumtur dhe krenare për to, sepse kjo është një punë dyfisht për neve prindërit në Evropë, sepse duhet ta mësosh gjuhën fëmijët, kulturën, traditat. E kur të vinë të folin gjermanisht. Në mesin e juaj, edhe pse ju një ditë fëmija jenë